Mirë se erdhët të dashur peshqi në letrat të rëfejnë. Jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Leximi quhet Busula dhe është e formuar nga jugu, perëndimi, lindja dhe veriu. Të dashur, mesazhin që marrim tregon që peshqit ndodhen në prag të një ndryshimi të madh, por menderisht ende mes dy rrugëve. Ka dëshirë për të ecur përpara për të filluar diçka të re ose për të ndryshuar jetën, por një pjesë e mendjes ende heziton. Këtu duket shumë e qartë konflikt mes dua të ecë përpara dhe po sikur të gaboj. Jeta po lëviz gjithsesi, peshqi. Dhe ky lexim tregon se ndryshimet nuk do të ndalen vetëm sepse peshqit kanë frikë ose dyshime. Fillojmë me jugun. 7 të shkopive, nga po vinë peshqit. Peshqit vinë nga një periudhë ku janë ndjerë vazhdimisht në mbrojtje. Ka pasur presion, debate, njerëz që kanë kërkuar shumë ose ndjesinë, sikur gjithmonë duhet të mbroj veten. Ose zgjedhjet zgjedhjet ose emocionet e tyre. Ky të tregon lodhje nga lufta e vazhdueshme. Për disa peshq kjo mund të ketë qenë konflikt në marrëdhënie, presion në punë, ose ndjesia që askush nuk e kupton plotësisht. Unë kam dy çuna që të dytë janë peshqi. Dhe ashtu e ndjejmë ndonjëherë që unë vërtet nuk i kuptoj, që i kuptoj plotësisht, po nga i vjen kjo ide nuk e di. Praktikisht do të thotë jeni të lodhur duke mbrojtur veten, keni qenë shumë në tension, ke ndjesh sikur gjithmonë duhet të justifikohesh, nuk e pasur shumë qetësi mendore. Perëndimi, çfarë po lë pas peshqit? Çfarë po lën pas peshqit është letra 0. Peshqit po lën pas një periudhë spontaniteti, naiviteti ose vendimesh të marra pa menduar gjatë. Letra 0 është fillim i ri, por kur del në këtë pozicion shpesh tregon hedhje në situata pa qartësi, besim të tepërt ose njërë situata që dukeshin interesant por nuk ishin bazë të fortë. Praktikisht tregon se po largohesh nga impulsiviteti, nuk do më të rrezikosh pa menduar dhe kjo është e shkëlqyer, po sheh më qartë pasojat e zgjedhjeve, po piqesh emocionalisht dhe kjo është shkëlqyeshëm. Lindja, rrota e fatit. Çfarë ka përpara peshqit? Përpara duket ndryshim shumë i madh peshqi. Kthes fati, ndryshim drejtimi, mundësi të reja dhe situata që lëvizin shpejt. Kjo letër tregon se jeta e peshqive nuk do të mbetet në të njëjtin vend. Mund të kenë ndryshim në punë, ndryshim emocional, njohje të reja, ose situata që hapi një kapitull krejt tjetër. Por kjo letër kërkon dhe fleksibilitet. Mos u kap pas të vjetrës. Nuk është domosdoshmërisht të ecë në atë rrugë që keni ecur. Shikoj si po ndalet tu rruga të dashur peshqi dhe po ju bën një kthesë. Jo aty gjithmonë ku keni ecur ndoshta, apo në mënyrën se si keni ecur. Kjo vetëm në mënyrë metaforike, simbolike po e them. Pranon ndryshimet pra që po vinë. Lëviz kur jeta të jep mundësi. Mos ke frikë nga kthesat e papritura. Veriu tregon atë më dyshjet, hapi tjetër që duhet të bëni, 2 të shpatës. Këshilla shumë e qartë, peshqit duhet të ndalojnë së shmanguri vendimin. Hezitim, bllokim mendor, frikë për të zgjedhur ose përpjekje për të mos parë realitetin plotësisht. Ky letër thotë nuk mund të rish gjithmonë në mes të dy rrugëve. Merr një vendim, mos e shty gjithçka pafund. Përballu me të vërtetën peshqit. Mos prit që të gjithë të jeni dakord me zgjedhjen tënde, apo qartësia vjen kur vendos të ecësh, jo kur rri bllokuar peshqi. Pra, ky lexim tregon një peshq që ka kaluar presion dhe lodhje. Por tani po hyn në një periudhë ndryshimesh të mëdha dhe kjo është shumë e bukur. Problemi vetëm është hezitimi juaj.
Jeta po i hap dyer të reja, por duhet guxim për ta zgjedhur atë drejtim. Mesazhi kryesor që mund t'i jap për këtë lexim të dashur Peshqi është ndonjëherë vendimi më i keq është të mos marrësh asnjë vendim fare.